Këto ditë në mjaft vendet e Evropës, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada dhe në Australi, u mbajtën manifestimet e protestës në moton të njihet Republika e Kosovës, shteti i pavarur dhe neutral. Me 10 mijëra shqiptarë në Gjermani dhe në Zvicër, në Washington dhe në Bruxelles, në Danimark apo në Stockholm, në Vjenë në Holland, në Norvegji dhe në Londër, në Toronto dhe në Melbourne, u tubuan një zëri me iniciativën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe me thirrjen e presidentit Rugova. Shqiptarët dëshmojnë edhe një herë se ata janë vendosur në jetësimin e Republikës Kosovës si shtet i pavarur dhe neutral, në jetësimin e kësaj aspirate në rrugë paqësore. Tubimi i Bonit shënon në këtë drejtim një pikë ulmore, sepse ky manifestim i organizuar në sheshin Münsterplatz është padyshim një ngjarje shënuar në rrugën paqësore të popullit shqiptar për realizimin e aspiratave të tij legjitime. Që në orët e para të datës 25 mars të këtij viti, me qindra vetura nga të kataranët e Gjermanisë u drejtuan për në sheshin qendror të Münster. Rreth 800 autobus u nisën nga Müncheni, Frankfurti e Stuttgarti, nga Bremeni, Hamburgu, Berlini, Kölni e Düsseldorfi apo qytetet e tjera, për të sjellë pjesëmarrësit e tubimit në Bonn. Sipas të dhënave të ndryshme në sheshin Münsterplatz, u tubuan afro 80.000 vetë. Përveç tyre disa mijëra të tjerë nuk mundën të arrinë në vendin e manifestimit për arsye të vështirësive në transport. Në këtë lumë njerëzish të ardhur nga të kataranët e Gjermanisë kishte prindër dhe fëmijë, të rinjët moshuar. Ati ishin tubuar brezat të ndryshëm të Kosovës. Në flamuri kombëtar për mëse 3 orë, ata manifestuan dëshirën e shpirtit tyre për ta padur Kosovën në republikë, shtet pavarur dhe neutral. Sot në Münsterplatz kemi ardhur për drejtat tona shqiptare që na takojnë, të kuptohet që edhe Evropa edhe bota do ta dinë që na duhet të kemi drejtat tona, edhe për atë arsye jemi tubuar këtu në këtë shesh. Kemi ardhur prej Kosovës, kemi ardhur përgjithësi të gjithë këto shqiptarë, të cilët vujmë më të vërtet nga një situatë shumë e vështirë. Edhe sot tregojmë se të gjithë ne shqiptarët jemi për një liri siç e kanë të gjithë kombët evropiane dhe tërë botën. Kemi ardhur për me marrë pjesë këtë masiv demonstrat për çlirimin e Kosovës sa më parë, më pranon nga Komisionin Ndërkombëtare. Me 25 mars, gazeta Bonner Rundschau shkruante në një njoftim të saj se është fjala për një nga manifestimet më të mëdha të shqiptarëve në Gjermani, të organizuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës kundër terrorit, dhunës e shtypjes së Serbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës. Për të dënuar shtypjen e egër dhe genocidin serb në Kosovë, në tubim morën pjesë përfaqësues të disa prej partive kryesore politike të Gjermanisë. Ndodheshin Hans Sterken, përfaqësues i Bashkimit Demokristian, zoti Peter Reuschenbach, përfaqësues i Partisë Socialdemokrate, Ruth Witteler-Koch, nënkryetare e Partisë Liberale Gjermane, Uli Fischer, përfaqësues i fraksionit të gjelbërve në Bundestagun Gjerman, Felicitas Roder nga shoqata për popujt e rrezikuar e të tjerë. Fjalën e rastit në mitingun madhështor të Bonit e mbajti Hafiz Gagica, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjermani. Midis të tjera është Gagica theksoi: shqiptarët e nga Tërdova Struga, nga Presheva, Ulcinj e Tuzi, nga Qamëria, nga Shqipëria e pavarur dhe pjesa saj e rrugruar, simboli së cilës është bërë Kosova. Ai e ka pasurinë. Jemi këtu së bashku nga të gjitha anët e MMD-ut, nga të gjithë krahët politik, këmbëngulës për realizimin e përcaktimeve tona politike e kombëtare. Përpara mira pjesëmarrësve të ftuarve, Gagica vurin duke gjithashtu se në Kosovë, Serbia sillet dhe vepron si agresor dhe okupator. Ajo vepron si një xhandar i Ballkanit, mban dorë pushkën, bombat me fitilin e ndezur që janë bërë rrezik kërcënues për ne dhe për të rajonin. Serbia në Kosovë rënoi plotësisht sistemin ekonomik, Trepçen, Obiliqin, Ferronikelin, si dhe objektet e tjera industriale e komplekset ekonomike. Dhuna e terrorit serb në Kosovë kanë kaluar çdo kufi. Aty janë përqendruar forcat të mëdha policore ushtarake. Vazhdon spastrimi i heshtur etnik dhe vendosja e kolonëve serb. Të gjitha këto çojnë kaft rritje e tensioneve dhe rrezikeve të mëdha ndaj ndërhyrjeve ndërkombëtare,
për çmilitarizimin e Kosovës do të ishte një hap shumë i rëndësishëm. Oratori vlerësoi rezistencën e organizuar paqësore në udhëheqjen e presidentit të Republikës Kosovës Dr. Ibrahim Rugova dhe për krahjen e Shqipërisë të presidentit Berisha e të diplomacisë shqiptare. Në tubim u lexua përshëndetja e presidentit Rugova, dërguar pjesëmarrësve. Kjo përshëndetje u lexua në thirrjet e vazhdueshme Rugova. Presidenti i Republikës së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, theksoi në telegramin e tij rrugën dhe përpjekjet e mëdha për jetësimin e Republikës së Kosovës. Vlerësoi qëndrimet dhe politikën e Gjermanisë, për krahjen e popullit gjerman dhe të partive politike gjermane, mbështetjen e presidentit Roman Herzog, të kancelarit Helmut Kohl, të ministrit të punëve të jashtme Klaus Kinkel e të tjerë. Presidenti Rugova apeloi edhe një herë për të qëndruar të bashkuar dhe për të ecur të vendosur në rrugën e zgjidhjes paqësore të çështjes Kosovës. Në emër të kryeministit Bujar Bukoshi, në tubim u lexua telegrami i përshëndetjes që qeveria e Kosovës u dërgoi pjesëmarrësve të manifestimit në sheshin Ministër Plac. Në të vjen duke angazhimi i qeverisë për përballimin e gjendjes së rëndë në Kosovë. Deklarata e qeverisë Kosovës thekson se ne kemi dhënë prova të mjaftueshme se jemi për paqë, por gjithashtu do të japim prova edhe më të forta, se pas shkatërimit të ish Jugosllavisë nuk pranojmë të mbetemi robë në Serbi. Kërkojmë nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'i trajtojnë shqiptarë si partnerë të barabartë për zgjidhjen e konflikteve në Ballkan, sepse pa praninë e shqiptarëve nuk ka zgjidhje politike në rajon. Më pas përshëndeti tubimin, zoti Hans Shterken, përfaqësuesi i Bashkimit Demokristian. Fjala e tij u prit me brohoritje nga pranishme. Shterken vlerësoi tubimin dinjitoz dhe pjesëmarrjen masive të shqiptarëve, të cilët kërkojnë nga Gjermania për krahjen e njohjen e Republikës Kosovës. Zoti Shterken citoi parullat e tubimit duke thënë se Kosova është turpi i Evropës, se qëllimi i shqiptarëve është Evropa e lirë pa kufi e të tjerë. Peter Rojshenbach ju drejtua tubimit si përfaqësues i Partisë Socialdemokrate me këto fjalë: "Jemi mbledhur këtu në Bonn, në shqiponjat tona, simbolet e flamujve shqiptar dhe gjerman, dhe jam i lumtur t'ju përshëndes dhe t'ju shpreh solidaritetin ton me kërkesat tuaja dhe mbështetjen për luftën që bëni." Rojshenbach ju drejtua pjesëmarrësve duke thënë: "Le të drejtohemi sot bashkërisht ministrave të jashtëm të shteteve të Evropës që të mos lejojnë normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, përderisa të mos zgjidhet çështja e Kosovës."